Që nga fillimi i konfliktit në lindjen e mesme, të paktën 11 anije të ngarkuara me gaz natyror të lëngshëm, fillimisht destinuara për Evropën, kanë ndryshuar kursin për të mbërritur në Azi, ku blerësit janë të gatshëm të paguajnë çmime më të larta. Kjo panorame, dokumentuar nga kompania monitoruese Kpler, është një nga sinjalet e shumta alarmuese që po shfaqen në tregun evropian të GNL-s pas mbylljes së ngushticës së Hormuzit dhe që po ndikojnë në vendimarrjen politike të aktorëve institucional. Një prej këtyre vendimeve pritet të konkretizohet sot rreth mesditës, kur Parlamenti Evropian do të votojë ratifikimin e marrëveshjes tregtare me Shtetet e Bashkuara. Përveç ndonjë surprize të pamundur, këtë herë eurodeputetët pritet të japin miratimin për marrëveshjen e nënshkruar korrikun e kaluar në Skoci. Procesi i miratimit ishte ngrirë nga Parlamenti Evropian në janar pas kërcënimeve amerikane ndaj Groenlandës. Ai mbeti i bllokuar edhe pas presioneve të Donald Trump ndaj Spanjës dhe Bashkimit Evropian në përgjithësi në frontin tregtar. Përballë rrezikut të tarifave të reja, Parlamenti Evropian kishte vendosur të mos e ratifikonte marrëveshjen. Tani tensionet në marrëdhënie transatlantike mbeten të larta, me liderët kryesorë evropian që kanë mbajtur një distancë të qartë dhe zyrtare nga operacioni ushtarak në Iran. Megjithatë, pikërisht për shkak të pasojave ekonomike të konfliktit, veçanërisht në sektorin e energjisë, Evropa aktualisht nuk ka asnjë qëllim të rrezikojë situatën, edhe nëse kjo do të thotë nënshtrohet një tjetër shantazhi amerikan. Ditët e fundit, ambasadori amerikan pranë PS ka ndërmarrë një fushat mediatike në disa media evropiane për të përcjellë një mesazh të dyfisht. I pari, se Brukseli duhet patjetër të japë dritën jeshile për marrëveshjen tregtare me SBA-t, përndryshe rrezikon të humbas aksesin e favorshëm në tregun amerikan të gazit të lëngshëm. Me fjalë të tjera, nëse bllokoni marrëveshjen, ne do të mbyllim rubinetat e gazit të lëngshëm. I dyti, se Komisioni duhet të rishikojë rregullat mbi standardet e emetimeve të metanit. Rregulloria aktuale vendos një sër detyrimesh për kompanitë që eksportojnë gaz në Evropë, të cilat duhet të japin të dhëna të detajuara mbi emetimet në të gjithë zinxhirin e furnizimit. Nëse BE-ja dëshiron të ketë për një kohë të gjatë energji me çmime të përballueshme, ka thënë ambasadori Andrew Pazder, duhet ul kërkesat rregullatore dhe kufizimet aktuale. Shantazhe shumë të ngjashme me ato që Bashkimi Evropian ka përjetuar për vite nga Rusia. Shtetet e Bashkuara kanë luajtur një rol kyç në procesin e diversifikimit të furnizimeve pas ndërprerjes së blerjeve të gazit rus, duke qenë se në vitin 2025 Evropa ka importuar nga SBA rreth 50% të gazit të lëngshëm dhe synon të arrijë këtë pjesë pikërisht në dritën e marrëveshjes tregtare të nënshkruar nga Trump dhe Ursula von der Leyen. Kjo varësi është përkeqësuar më tej me krizën e Hormuzit dhe bllokimin e furnizimeve nga Katari, që prek veçanërisht Italinë. Megjithatë, frika nga pasojat në sektorin energjetik duket se po mbizotron bivullnetin për t'u përgjigjur me forcë shantazheve amerikane. Për këtë arsye, Parlamenti Evropian pritet të miratojë me shumicë të fortë ratifikimin e marrëveshjes për tarifat, edhe pse raportuesit e Komisionit për Tregtinë Ndërkombëtare kanë tentuar të vendosin disa kushte, mes të cilave një afat skadimi të marrëveshjes, masa mbrojtëse për produktet që përmbajnë çelik dhe alumin, si dhe një klauzol pezullimi në rast se SBA-t vendosin tarifa të reja. Megjithatë, ekziston frika se qeverit mund ta ndryshojnë tekstin gjatë negociatave ndërinstitucionale që do të pasojnë votimin e sotëm dhe do të paraprinë miratimin përfundimtar. Në këtë kontekst, është hapur edhe një front i ri në luftën energjetike mes Ukrainës dhe Hungarisë, shkruan La Stampa. Viktor Orban ka njoftuar se Budapesti nuk do të furnizojë më me gaz Kievin derisa të rikthehen flukset e naftës ruse përmes tubacionit Druzhba.